Pas 6 vjetësh diskutime dhe 2 rrëzimeve nga gjykata kushtetuese, draftligji për Byroën Shtetërore për verifikimin dhe konfiskimin e pasurisë pa justifikueshme ka shënuar për parem krahasuar me versionet e mëparshme, ka vlerësuar Instituti i Kosovës për Drejtësi. Megjithatë, kjo organizat vlerëson se disa çështje serioze mbeten ende të hapura dhe duhet të adresohen para miratimit të ligjit. Instituti i Kosovës për Drejtësi rekomandon që kjo shumicë të ngritet në mënyrë që të garantohet një gjithëpërfshirje më e madhe dhe po ashtu edhe një pavarësi më e madhe në mënyrë që byroja të paktën mos të konceptohet si një instrument i qeverisë. Sipas IKD-s, një nga çështjet kryesore lidhet me mënyrën e zgjedhjes së drejtorit të byros dhe anëtarëve të komisionit mbikëqyrës. Përkundër faktit se qëllimi mund të jetë legjitim, është po ashtu legjitime që edhe ky projekt ligj të garantojë siguri juridike dhe mbrojtje nga arbitrariteti në mënyrë që të jetë një mjet i sundimit të ligjit në fushën e luftimit të pasurisë pa justifikueshme dhe në asnjë rrethon një mjet arbitrar në raport me subjektet që nështrohen këtij ligji. IKD-ja rekomandon që drejtori i byros dhe anëtarët e komisionit mbikëqyrës të zgjidhen me të paktën 61 vota në kuvend. Organizata ka kërkuar edhe qartësimin e disa përkufizimeve ligjore dhe krijimin e një divizioni të specializuar në gjykatën e apelit.